Pas ngjarjes së rëndë të regjistruar në orët e para të mëngjesit në Vlorë, ku një hotel në Lungomare u shkrumbua nga flakët, shoqata e operatorëve turistik të Jugut ka ofruar ndihmë për qytetarët që ishin të akomoduar aty. Disa njësi hoteliere në Vlorë në bashkëpunim edhe me Bashkinë kanë ofruar pa pagesë ambiente për akomodimin e pushuesve që janë të prekur nga ngjarja. Kemi njoftuar që pushimet e tyre duhet, nëse ata kanë dëshirë, të vazhdojnë për ditën në vazhdim, sepse kanë patjetër programin e tyre të transfertave nga aeroporti i Tiranës. Dhe kështu me radhë, po ashtu dhe ata që kanë ditën sot për të bërë check-in në ato hotel, i kemi rialokuar në hotelet e tjera të Vlorës, pa pagesë kuptohet. Kreu i operatorëve turistik Vasil Bedina i bën me dije se të prekurit po ndihmohen edhe për sendet personale. Dhe kryetaria dhe shoqata e turizmit po merren për të plotësuar ato që ata kanë humbur, veshmbathje apo gjëra të tjera që ata kanë nevojë, po kemi një rakordim, më uroj dhe shpresoj, si thash pak më parë, që të shërohen sa më shpejt. Solidariteti e operatorëve turistik synon që pushuesit e prekur nga ngjarja të vijojnë qëndrimin e tyre në Vlorë dhe programin e pushimeve, pavarësisht situatës së krijuar.